Zoti Papa, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat intervistën dhe le të flasim pak për zhvillimet më të fundit në vend, po ashtu dhe ato ndërkombëtare. Patjetër. Ngjarja më e rëndësishme e ditës ishte padyshim zhvillimi më i fundit në Kosovë për presidentin e ri. Vjosa Osmani shpërndau kuvendin dhe deklaroi se do ta çojë vendin në zgjedhje të parakohshme. Si shihni ju këtë vendim? Sa gjasa ka Kosova të shkojë në zgjedhje? Unë kam ndjekur dje mbasdite gjerë rreth orës 12 të natës gjithë zhvillimet në Parlamentin e Kosovës. Dhe duke nga ora 23:05 minuta është bërë votimi i parë dhe i fundit po e quaj. Në sallë ndodheshin 65 deputet. Vetëm kur kishte mbaruar votimi u shtua edhe një deputet tjetër dhe u bën 66. Ndërsa bërën dhe një votim pastaj për pjesëmarrjen për treguar sa ishin. Kjo tregon që ishte një dështim i seancës. Dhe vetë sot ka ndodhur ajo që thoni ju në lidhje me vendimin e presidentes për të shpërndar parlamentin. Është ngjarje e rëndësishme, është ngjarje e vështirë që e rikthen Kosovën në disa muaj mbas, që ka të bëjë me një konsistencë dhe amulli jo të saktë politike. Dhe kjo jo për vlerat e zhvillimeve demokratike në Republikën e Kosovës, por për ca ngërçe politike individës të cilët nuk e shohin me përgjegjësi situatën në të cilën ndodhemi, sepse kemi paralel me situatën në Kosovë, në vende të ndryshme pak larg nga rajoni jon, kemi pasoja të një lufte hibride. Kështu që duhet ta shohim situatën dhe gjendjen në Kosovë dhe procedurat që kanë ndodhur dje dhe sot me një sy më të madh, me një sy ciklopi. Nuk e di në dëgjojnë? Dëgjohesh. Pra, duhet të shohim situatën me vëmendje më të madhe, sepse kemi që prej shkurtit të 2022 të filloi lufta e pa dëshiruar në Ukrainë, kemi ca ndryshime situatas në çështje globale. Dhe Kosovën duhet ta shohim me këtë prizëm. Domethënë që ajo mos të ndikohet nga ndryshimet që ndodhin, që të mos kemi shanse dhe situacione sui generis në Kosovë, sepse Kosova është një rast i veçantë që përmes luftës së UÇK-s dhe mbështetjes organizmave ndërkombëtare arriti u çlirua dhe fitoi pavarësinë. Por akoma jemi në etapat e fundit që ajo të kalojë atë numrin e dur të shteteve të njohur në OKB, që të ketë mundësinë e fitimit të së drejtës së ulset pasi të jetë aprovuar dhe nga Këshilli i Sigurimit. Do që do ta quaja, nuk kemi vetëm sot momentin kur presidenti Osmani, me të cilën unë jam takuar kohë më parë 2 herë, nuk kemi vetëm momentin pra të shpërndarjes së parlamentit, por kemi dhe një lëvizje nga parlamenti që ka ndodhur qish mbrëm, i cili parlamenti kërkesën e presidentes dhe disa ndryshime legjislative për të kaluar në zgjedhje të presidentes nga populli, e ka çuar në gjykatën kushtetuese, njëkohësisht jo vetëm këtë ndryshim ligjor, por dhe një sqarim tjetër ligjor që ka të bëjë me mënyrën si duhet të interpretuar periudha e fillimit të zgjedhjes së të kalimit nga kandidat për president e president, sepse me që dje e konsiderojmë që fillovi procedura, pavarësisht që nuk u plotësua quorumi parlamentar, duke i quajtur grupet e caktuara parlamentare, thanë që po e çojmë në kushtetuese për të bërë interpretimin nëse fillimi i kësaj etape mund të zgjasë në pas të kushtetusës së Kosovës deri në 60 ditë. Dhe nëse vërtet ata e kanë çuar këtë gjë në gjykatën kushtetuese, duhet të presim interpretim të saj dhe mund të quajmë që dhe dekreti mund të vihet në balans në gjykatën kushtetuese dhe dekreti i presidentës për shpërndarjen e parlamentit dhe të shohim ku do na çojë kjo. Por e vërteta dhe ajo çka shohim që po ndodh është që kaluam në një fazë tranzitore të Kosovës pa qeverisje reale, pa një parlament të plot dhe me pamundësi deri për momentin për zgjedhjen e pasardhësit ose pasardhëses së presidentes Vjosa Osmani. Po, ju dëgjoj.
Si e parashikoni ju përplasjen Kurti Osmani dhe luftën politike mes palëve? Vitet e fundit, edhe në Kosovë, kanë filluar të merren nga politika, ca metoda nga politika e Tiranës. Ki që është e gabuar, ki kopjim i keq i politikës së Tiranës, shtuar këtu dhe politikën negative që bën qeverisja shqiptare ndaj Kosovës, i shtojnë minuset situacionit politik në Kosovë. Kështu që, shu duhet ta shohim, duhet që Tirana zyrtare të tërheqë ato gabimet politike të qëndrimit që bën ndaj botrës Kosovë, ndaj Republikës së Kosovës. Andaj mund ta quajmë dhe ndryshe, mund të quajmë dhe Kosovën, me që atje është më i dukshëm patriotizmi, mund të quajmë dhe Kosovën atë dheu i shqiptarëve ose vendi patriotik i shqiptarëve, dhe të dalë në plan të dy Tirana. Po nuk është kjo problemi. Problemi është që qëndrimi i shqiptarëve në Tiranë dhe në Prishtinë, klasës politike, duhet të jetë i njëjtë për mbarvajtjen e çështjes së Kosovës, për mbarvajtjen e çështjes kombëtare të shqiptarëve. Nuk mund të bashkohemi me Vučićin për të kapërcyer pengesat që ka Vučići dhe Serbia për të hyrë në BE, duke i shmangur kushtin kryesor që është njohja e Republikës së Kosovës. Dhe marrëzia që ka bërë Rama para gjatë ditës me daljen e përbashkët me kriminalin e luftës Aleksandar Vučić në mediat gjermane, është një gabim i pafalshëm, i patolerueshëm dhe anti-shqiptar. Zoti Papa, që të kthehemi edhe tek zhvillimet politike në vend, por edhe tek dekretimi i ministrave të rinj në qeveri. Me semrave të rinj, pam edhe rikthimin e diplomatit Ferit Hoxha si ministër të jashtëm. Ai njihet edhe si arkitekti i marrëveshjes së detit me Greqinë. A mendoni ju se ministri i jashtëm po planifikon ta mbyll marrëveshjen dhe nëse po, apo a fal detin me bekimin e Ramës? Në fakt, ministri ai që u prezantua sot, domethënë para presidentit si ministri i jashtëm, është një diplomat karriere. Prej vitesh dhe bëri figurë të mirë gjatë periudhës që Shqipëria kishte drejtimin e Këshillit të Sigurimit. Njëkohësisht edhe në pozicione dhe momente të tjera, ai ka bërë veprime prej diplomatit. Domethënë, nuk duhet t'i hajmë akën për ato që ka pozitive. Por në këtë rast, në këtë kontekst dhe në problemin kryesor që ne kemi me fqinjët, sidomos me fqinjin tonë jugor, kjo është një problematikë e madhe, sepse duke qenë drejtues i grupit negociator e ndërtimit të tërë fabulës që ka lidhje me marrëveshjen e detit të vitit 2009, e cila është rrëzuar nga gjykata e konstitucione dhe nuk quhet më, nuk duhet ta përmendim më fare, nuk ekziston. Nuk ekzistojnë as variantet e reja që është përpjekur të bëj Rama, ose që ka bërë veprime pa grup negociator, pa leje nga presidenti, pa leje nga parlamenti. To kanë ndodhur dhe po bëhen, por nuk duhet të quhen, nuk ekzistojnë. Ashtu si nuk duhet të pranojmë që ekziston në terren që për fajt të gabimeve të qeverisë sot të shqiptare, por dhe të qeverisë së mëparshme, domethënë të asaj para 2013-s, e cila ka ndikuar që deti im në jug, deti jon, në pjesën nga kepi Stilos, deri në kepin e Karabrunit, në gjirin e Gramës, ka dalë jashtë territorit të detit të brendshëm, pra hoq ligji i detit të brendshëm. Kjo gjë solli që territori i detar të jetë i hapur dhe i pambrojtur, me të cilën çdo marrëveshje e bërë i humbet territorit shqiptar në hapësirë detare një sasi të madhe toke. Dhe sot de facto, kur për një vit më parë, Greqia ka aplikuar sistemin me 12 milje të detit, në fakt, Greqia na shkel dhe po përdor një territor detar me mbi rreth 120 km2. Diku mbi ata diapondja ishujt, që janë 3 ishuj, të cilët nuk janë as to kontinentale, as ishulli i madh, ishulli i Korfuzit, nuk është to kontinentale dhe nuk merret përbazë për 12 milje. Por duhet të merret për pjesën e territorit grek Kumenica, pra toka
stere ose toka kontinentale dhe jo ishujt, sa do banor që të kenë. Dhe aq më keq, kur dim që 3 ishuj, Otoni, Mandraku dhe një tjetër, që janë 3 ishujt e vegjël, nuk kanë banor. 2 prej tyre janë të pabanueshëm dhe për hir të kësaj çka po bën në kramarrje Greqia, ka futur ca reparte ushtarake për të treguar që aty ka banor dhe ka jetë. Jo, nuk është kështu. Përderisa në bisedimet të fundit që qeveria greke bëri me qeverinë turke, në takimet Mitsotakis Erdogan, para pak ditësh, thanë që kufiri është 6 milje. Shu i tha Erdogani, kryka e zjarit është 6 milje, vija e zjarit. Pra, duhet që me këtë gjë që e pranovi kokullur Mitsotaki, duhet që të bëjë dhe të rejtjen nga ujëra tona. Sepse kjo shitje i faj është vetëm i kryeministrit, i Ramës, i Edi Ramës. Sepse ai u voq në fillim të mandateve të tia si patriot, pati bëri dhe ca gjeste xhelozisht dhe sjelljesh në Athinë, patriotizëm mirë bëri që bëri, por bëri ca veprime të cilat nuk treguan atë që ishte, treguan një Rama të kundërt i cili i lëshoi të gjitha për interesat të tia personale, për interesat të tia të karrierës. Dhe eci në po të njëjtën aksion, ashtu siç edhe qeveria e fundit e Berishës në 2009, që hoqi dhe limitimin detar, kishte lidhje me detin e brendshëm. Doja të ndalesha pak këtu për të treguar një gjë tjetër që politika e fsheh dhe nuk e tregon. Pavarësisht që ajo ka ndodhur dhe u bë pjesë e veprimeve parlamentare. Në ato 2 vjet e gjysmë mandat që unë isha në Parlamentin Shqiptar, unë i kam bërë Parlamentit Shqiptar një ligj. Dhe e kam këtu para një kopje të tij që është me të tërë dokumentacionin e plotësuar, ku bëni një shpallje me qenë se shteti shqiptar ishte hequr ligjin e detit të brendshëm, unë i bëja një shpallje ujrave të detit të Sarandës, Putrindit, Samilit, Timarës, pra deri në Karafrum, ku aty ka ndodhur të ngjarje historike në zhvillimin e jetës para historike, Pellazgje, Ilire dhe mëtej, si det historik. Nuk dua të ndalem me fjalët juridike, po se për të qenë më i kuptueshëm për publikun. Ky det historik i mbillte një herë mirë mundësinë Greqisë, shtetit tonë me pretendime të kahershme, me pretendime politike, por që nuk janë të mbështetura në baza historike, njerëzore dhe territoriale, sepse Greqia është një shtet u formua më 1832. Sepse revolucionin më 1821 kundra perandorisë turke, në atë që sot e quajmë Greqi, e bërën shqiptarët. 92 nga 100 udhëheqësit e revolucionit ishin shqiptarë, dhe revolucionin atë periudhë nuk quhesh revolucioni grek, por quhesh revolucioni arvanitis. Dhe shteti që u krijua me emrin që ata e quajtën në parlamentin e parë të Nauplit, pra të një qyteti të rëndësishëm me 10-15.000 banor në zonën e Mores, e quajtën Nea Albania, pra Shqipëria e re. Vetëm pas 1834-s, në ndërhyrjen e Britanisë, Gjermanisë, Francës dhe Rusisë, u ndryshua emri dhe u quajt Greqi për efekt të kontekstit që shkëpusnin nga Turqia një territor për një shtet të krishterë, sepse Grece nuk ka kuptim kombëtar, ka kuptim fetar. Dhe ky është tërë ajo, ndajle po keni dëgjuar që dhe shqiptarët e ikur në 1530 nga Moreja, kur kanë vajtur në Kalabri dhe në Sicili, thoshin dhe i Greci, domethënë sepse vinin nga ca territore të krishtera që kishin fe ortodokso-bizantine, e cila nuk ka qenë fe greke, sepse Greqia nuk ka ekzistuar dhe kohën grek nuk ka ekzistuar dhe nuk ekziston as akoma sot. Por kemi, nëse do të quajmë që Greqia do të mbajë nga ajo histori e shkuar, duhet të pranoj ata 5-6 milionët arvanit si baza
e rëndësishme e kombësisë apo e shtetase të saj aty. Nëse nuk i pranon ata, nuk ka se të pranoj që është pjesë e historisë bizantine apo e historisë lashtë. Kjo gjë e kushtëzon Greqinë. Duhet të pranoj atë që ka thënë i madhi dhe i pavdekshmi Aristid Kola. Që të jesh grek, duhet të pranosh, duhet të provosh që je arvanit, që je shqiptar. Po nuk pranuan këtë aksion politike dhe kulturore, nuk mund të pranojnë dhe nuk mund të ekzistojnë dhe nuk kanë të drejtë jo vetëm të kërkojnë territore në Epirin shqiptar, në Shqipëri, në Toskërinë e pastër shqiptare, por duhet të lëshojnë dhe duhet të bëjnë hesabet mirë që Janina ka qenë kryeqyteti i shqiptarëve. E thonë të tëra mediat, që nga 200 vjet që janë themeluar mediat e para, e deri më sot, pra gazetat shqipe që kanë shkruar, ashtu siç edhe kanalin e Korfuzit, nuk e quanin Kalar Korfuzit, por e quanin kanali i Shqipërisë. Që çdo gjë historikisht dhe me dokumenta flet në favor të shqiptarëve, por Rama në mënyrë të njëpasnjëshme ka bërë gabime vetëm në bazë të interesave për ruajtjen e karrikës së vet. Kjo është në dëm të shqiptarëve për të mos thënë që sot Edi Rama, ai që konsiderohet kryeministri i Shqipërisë, që de facto nuk është, sepse nuk u paraqit në Durrës të ndihmonte popullin kur u përmbit, nuk u paraqit në Vlorë të sillte ujë vlonjatëve që i ka një japa ujë, nuk shkoi në Lezhë për përmbitjet, nuk shkoi në Shkodër. Pra, nuk vajti për të parë rrugët e dëmtuara në tërë magjistralin lindor të Korçës, po vajti me helikopter për të provokuar qytetarët. Gjithë këto gjëra e bëjnë që Edi Rama sot të jetë njeriu më i urryer i shqiptarëve, të jetë njeriu që është 300 fish më tradhtar se Esat Pashtoptani, të cilin i mbanin dje tradhtarin më të madh të shqiptarëve. Duhet i shohim këto gjëra me pjekuri, nuk ka rëndësi epiteti se çfarë themi për t'i kapa, por që në bazë të çdo veprimi të politikanit shqiptar, nga më i ulti deri te kryeministri dhe presidenti, të vendosim që si bazë duhet kemi veprimet që ndihmojnë pozitivisht në gjithë çështjen kombëtare shqiptare. Dhe kuptohet që vektorët kryesorë në çështjet kombëtare shqiptare janë sot pranimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sepse pranimi në NATO e bëri qeverinë demokratike para 10-15 vjetësh, njohjen e plotë të Republikës së Kosovës, mbrojtjen e të shqiptarëve si shtetarë dhe themelues në Republikën e Maqedonisë dhe të Malit të Zi, mbrojtjen dhe heqjen e pasivizimit për të gjithë shqiptarët në Medveq, Preshev dhe Bujanovc, në të tëra atë që quajmë Kosova Lindore, dhe mbrojtjen e tërë pasurisë së Kosovës nuk mund të ketë të ndarë Mitrovic Veriore dhe Mitrovic Jugore, sepse Matan Mitrovicës është një territor tjetër që është i mbrojtur me shqiptar, është Sanxhaku. Sanxhaku ka qenë pjesë e vilajetit të Kosovës, pjesë e Sanxhakut të Kosovës. Deri në Nish, deri në Mollë të Kuqe kanë qenë vijat e shqiptarët. Po unë nuk dua të flas në konceptin e zhvendosjes së kufive. Nuk më takon mua kjo gjë, se kufit nuk i vendosun. Por kam të drejtën si një ambasador i të drejtave njeriut, i human rights, kam të drejtë të kërkoj mbrojtjen e kujdo shqiptari deri në Nish, dhe shqiptarit në Beograd, sepse themelusi, simboli themelus në ato objektin e Beogradit është Jani Konda, shqiptari nga Janina. Ai është simbol i çlirimit dhe i revolucionit të serbëve për lirimin e Beogradit, i revolucionit të Beogradit. Po, më thoni, unë mund të vazhdoj kështu për të flasë gjithë ditën. Ju e më thoni çfarë dëshironi t'ju them. Zoti Papa, në seancat parlamentare të ditës së djeshme kishin përplasje mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Situata eskaloi pasi Balla gjatë fjalës së tij fyu deputetën Albana Vokshi. Kjo bëri pastaj që deputetët e Partisë Demokratike të reagonin ashpër, madje pati tentativa për sulme fizike. Cili është komenti juaj për gjuhën e përdorur dhe incidentet që pasuan?
e papranueshme gjuha e përdorur nga Palla, duke përfituar nga ajo pseudo maggiorancë e vjedhur, ata mbrohen pas asaj 83-shit, që nuk është real, të cilën ne nuk e kemi pranuar, vota demokratike, paso së bëhe Odiri, Partia Demokratike jo, por Partia e Emigracionit Shqiptar që më përfaqësoj, është e para parti që nuk ka njohur zgjedhjet. Sepse nuk janë zgjedhje reale, nuk janë të drejta, janë një manipulim, janë një falsitet, një vjedhje që u bë përmes trenit bulgar, dhe unë i kam shtuar dhe një tren bulgar me lokomotiv ruse. Të ndalemi tek ajo që ka bëri Dia Palla. E pa falshme për një deputet, e pa falshme për një drejtor të grupit parlamentar dhe kërkesa që ka bërë sot Partia Demokratike për heqjen, për largimin disa ditë apo për një dënim përmes Komisionit të Etikës duhet të ndodhi. Nuk ka rëndësi se është kryetari i grupit parlamentar. Edhe Gazmend Bardhi dhe në vite në legjislaturën e kaluar dhe në të tashme është dënuar sepse është kryetari i grupit parlamentar. Kështu që Palla duhet të marrë një mësim të mirë. Dhe mësimin më të marrë ai ka për ta marrë nga Spaku, sepse në radhën e krimeve të rilindjes, pas kreut të organizatës, pas palloshit të Pelindës, vjen Pelinda Balukja, që është vjedhësja e të tëra tenderave të rrugëve dhe të inceneratorëve, dhe pastaj e ka radhën shoku i palloshit. Ky dhe ai tjetri që është brenda i Bashkisë së Tiranës. Të gjithë këta duhet të dorëzohen vetë në Spak. Vjedhja kolosale që u kanë bërë shqiptarëve, duhet të kthehen shqiptarëve. Nuk ka rëndësi se bëjnë burg apo s'bëjnë burg. Përmes një vendimi ligjor dhe gjyqësor, të gjithë shtetarëve që kanë vjedhur, që kanë bërë pasuri të palishme, duhet të merret pasuria në para, në vlerë, në objekt, në mjedis, në gjithçka. Dhe unë them që duhet të shikohet që nga 1 janari 91-shit deri më sot, të gjithë deputetët, pasuria e gjithë deputetëve, dhe pasuria ime, dhe pasuria e gjithë nënpunësve të nivelit të lartë. Vetëm kështu, ky popull do ndjej qetësi dhe do ndjej kthimin e shpresës, sepse këtu ka humbur shpresa dhe janë 1 milion e kishëm shqiptar që janë larguar në 10 vjetët e fundit. Kjo është krim. Vetëm për këtë duhet të dënohesh 20 vjet burg Edi Rama për këtë tradhti të madhe që ka bërë shqiptarëve. Dhe nuk jam për të mbrojtur as atë palën tjetër, se dhe në vitet e qeverisë të saj dhe ajo ka bërë gabime, por ajo ka 12 vjet në opozitë dhe ndaj nuk themi gjë për momentin. Në momentin që do bjerë kjo qeveri për të krijuar një qeveri teknike të bashkimit kombëtar, për të përgatitur zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe asaj do i numërojmë gabimet e saj. Sepse askush nuk duhet të mendoj, kur ne sot kërkojmë rrëzimin e Ramës, që kërkon gjithë populli shqiptar, nuk kërkojmë rrëzimin e Ramës për të ardhur një tjetër Ram i dytë nesër. Jo, do ketë një vit kohë që shteti, populli, një strukturat, me ndihmën e ndërkombëtarëve ose Odirit, të krijojnë grupet dhe ligjësinë e dur që në Shqipëri të bëhen të paktën një herë e mirë zgjedhje të lira e të ndershme, pa manipulime, pa vjedhje, pa mashtrime dhe vota e popullit të vej atje ku pranon. Pastaj le të fitoj. Kush mund të marrë votën e le ta fitoj. Qoftë ai pa dëshiruar nga ne. Le ta fitoj. Por ta marrë në mënyrë të drejtë votën e popullit, jo të vjedhur, jo të manipuluar, sepse ju i keni ndjekur kur u bën numërimet e votimeve. Të gjitha votimet që erdhën nga jashtë, nga ata 250.000 deputet që emigrantë që votuan, ishin vota të manipuluara dhe për çdo rreth dhe për çdo prefektur ishte caktuar nga ata që bërën atë masakrën e votave të emigracionit me në krye Tauland Pallën, kishin cënuar një kohë deri në 85% do ta çojmë. Zoti Papa, Për çdo ndërkohë që t'i japim pak ritëm bisedës, të kalojmë edhe tek zhvillimet ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmëruan arritje të sulmeve ndaj Iranit. Cili është reagimi juaj? fillimisht kur nisi kjo luftë,
ose kjo lloj përplasje që akoma nuk ka karakterin e një lufte të hapët, sepse nuk ka front. Po është një trajt e një lufte hibride. Fillim u tha që do ketë disa bombardime, do ketë disa ditë, pastaj thanë që do zgjas një muaj. Tani ne dëgjuam presidentin dje, presidentin amerikan, që tha që kjo mund të zgjasë 100 ditë. Mund të zgjasë dhe më tepër se 100 ditë, mund të zgjasë dhe më pak. Por ajo çka po ndodh është që ngjarjet që rrjedhin në atë gjip persik kanë një ndërlikim krejt ndryshe nga vendet të tjera ose nga rajonet të tjera. Për shembull, nëse e krahasoj me rajonin e Evropës, nuk s'ka asnjë pozitje në problematika që ka, sepse kemi të bëjmë me problematika fetare. Shtetet aty janë të ndërlidhura me njëra tjetrën, ku në shumë vende qeverisin minoranca. Për shembull, ka shtete që qeveris pakica shyite, ka shtete që qeveris pakica shyite. Domethënë, kemi një problematik fetare që jo të gjithë mund ta kuptojnë se si do me to. Kemi pastaj një klasifikim qeveris që janë pro-perëndimore, pro-lindore. Ose kemi një lidhje dhe konjunktura të ndërthurura me dyshtyre, sepse po të shohim që në momentin e parë, pas përplasjes Izrael-Iran dhe SBA-Iran, kemi një shpërndarje të raketave nga Irani në drejtim gati të gjitha vendeve të rajonit. Pse ndodhi kjo? E para për të futur në luftë gjithë rajonin, e dyta për të patur reagime nga të gjitha vendet përreth dhe të zgjerimi konfliktit të trëmte Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraelin, pra të trëmte popujt përreth dhe të fillonte në një katraur që nuk do i gjendesh më filli. Por duke qenë se kjo luftë, duke më mbështetur edhe fjala e fundit që tha sot presidenti apo presidenti amerikan, që nuk do ketë forca në terren. Pse? E para punës i bën një zgjatje kohe luftës, qoftë për çuarjen, qoftë për tërheqjen, por njëkohësisht objektivat janë duke u goditur të gjitha, sepse goditja e parë ishte fatale. I hoqi që me goditjet e para, me atë goditjen e atij kuadratit të objekteve, i hoqi qeverisjes së Iranit tër ajkën kryesore qeverisëse. Duke filluar që nga drejtuesi islamik i tij, domethënë Ayatollah Khomeini, familja e tij, udhëheqësit e tjerë luftarak, dhe 40 udhëheqës kryesor. Por sot zhvillimet e reja janë ato që thatë dhe ju që i përmend pra, ku shteti i Izraelit ka bërë goditje në Teheran për të goditur vatra dhe mjedise të fsheta ushtarake luftarake, ku shikon shenja për mobilizim dhe goditje, dhe njëkohësisht godet në pjesët e Libanit, në Beirut, atje ku Hezbollahu u shpall që në ditët e para pro luftës Iranit dhe bëri dhe ai goditjet e caktuara, kështu që është në mbikëqyrjen dhe goditjen e predhave të artillerisë dhe të goditjeve të ushtrisë izraelite. Ndërsa po sot ka ndodhur që ushtria amerikane përveç goditjes që ka bërë para 2 ditësh të një anije iraniane, ka goditur sot një anije tjetër në të cilën nuk kanë qenë më pak, rreth 30-40 ushtarak që ka goditur, por nga anija e parë që ishte rreth 186 veta persona ushtarak në bord, e rreth 30 kanë shpëtuar, gjithë të tjerët ende nuk janë gjendur, kanë gjendur rreth 70 trupa duke nga disa anije. Pra, kemi zhvillime, por ajo që është më e rëndësishme është që të gjitha përpjekjet dhe dallimi i kësaj lufte që bëjnë në kryesimin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundra Iranit dhe palangave të tij në rajonin aty, por vetë diku vendosur më poshtë drejt Afrikës, përpjekjen dhe atë çka është e theksuar në mënyrë të përhershme që Shtetet e Bashkuara nuk godasin asnjëherë pjesë të popullit. Konsidon që kamuflimi i objekteve dhe mjeteve ushtarake me pjesë të popullatës ndodh dhe kjo bëhet qëllimisht, por që ushtria amerikane, ushtria izraelite nuk kanë synim një luftë me Zoti popullin Papa, iranian. sipas gazetës Washington Post, Rusia i ka dhënë Iranit informacione për vendodhjen e forcave ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Lindjen e Mesme.
Në artikull thuhet se Moska i ka ofruar Teheranit të dhëna për shënjestrimin e pajisjeve ushtarake amerikane, përfshirë këtu anije luftarake dhe avion që nga fillimi i luftës. Nëse këto pretendime konfirmohen, a do të kemi një përfshirje indirekte të Rusisë në konflikt? Shiko, Rusia është e përfshirë në një luftë pa parashikuar dhe pa planifikuar dhe të pa ngacmuar nga Ukraina që nga shkurti këtu e 5 vjet më parë. Kështu që ajo është de facto në një luftë dhe ajo gjithmonë bën pjesë e luftave hibride tani për të mos dalë në mënyrë direkte sepse e di që konflikti direkt i saj ajo është e humbur. Me NATO nuk mund të konkurrojë. Rusia që para pak vitesh ka pasur rreth 200 milion banor dhe sot numri real në terren është rreth 80 milion. Pavarësisht që thonë ata 150-110 milion. 80 milion banor ka sot e gjithë ajo Rusi e madhe si territor. Pra, nuk arrin ta mbush ushtrinë e saj me forcë të gjallë, me forcë njerëzore. Kështu që ka dalë një lajm tjetër që nuk e dim tani se e rëndësishmja e kësaj lufte ose e këtyre ngjarjeve është publiciteti i madh dhe i lajmeve që mund të jenë lajme nga rrjetet sociale, por që mund të mos jenë të sakta. Dhe ky lajm ka të bëjë me një goditje që ka bërë Irani në radarët e ushtrisë amerikane dhe sipas tyre për momentin sot Shtetet e Bashkuara sipas këtyre lajmeve nuk arrin të shohin vendodhjen se ku duhet të godasin ose ardhjen e goditjeve. Pra është ajo që thatë juve në një farë mënyre me ndikimin që ka bërë Rusia përmes mjeteve të saj. Po këto nuk janë të sigurta, sepse ne shohim që goditjet e Shteteve të Bashkuara janë precize dhe e vërteton fakti i goditjes së anijes që ka bërë sot në një distancë shumë të largët nga territori dhe e ka fundosur atë. Një tjetër lajm i rëndësishëm nga arena ndërkombëtare ishte edhe deklarata e presidentit Donald Trump. Ai tha se pas përballjes me Iran, vendi tjetër që mund të përballet me presion të fortë amerikan është Kuba. Trump parashikoi edhe rënien e regjimit kuban dhe theksoi se politikat e administratës së tij kanë arritur presionin ekonomik ndaj ishullit. Cili është parashikimi juaj shkurtimisht? Po, prej kaq vitesh, prej rreth 50 vitesh e më tepër, Shtetet e Bashkuara e Amerikës e kanë patur Kubën afër me gjitha ato lëvizjet e saj, ato problematikat komuniste të asaj periudhe, dhe çfarë ka bërë me njerëzit që kanë emigruar, disidentët që vinin nga Kuba në Amerikë. Pra, e njeh aq mirë problemin kuban, sa që Amerika situacionin në Kubë e ndryshon kur të dojë. Por do një ndryshim të tillë që mos të krijojë më atë disidencë, atë vazhdimsi rrjedhje të ikjes kubanezëve nga Kuba, por do një rënje të butë të situacionit. Atje, në një farë mënyre, kemi ndryshime politike të këtyre viteve që mbas ikjes së Castro dhe të Castro tjetër. Kështu që ka ndryshime shumë, nuk ka sulme kubaneze ndaj Amerikës në Florida, që ka më afër, por ka ato sulmet që janë sulme propagande. Ndërsa Irani, siç e tha dhe vetë presidenti Trump, ka tentuar disa herë ndaj presidentit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, ka tentuar disa herë të hedhë në bazat amerikane në vendet e lindjes të mjete për të shkatruar ato. Ashtu siç po bën dhe me Izraelin dhe me vende të tjera, akoma dhe me vende të tij, të cilat në mënyrë të grupuara janë bashkë në konferencën islamike. Pra shiko, çudia e madhe që ndodh me to. Janë të përbashkëta shumë gjëra, por kanë dhe ca vesori që i dallojnë nga njëra tjetra, që herë i çojnë deri në armiqësi. Ka gjuajtur edhe dje mbi Kuvejtin, mbi bazat amerikane në Kuvejt, Irani. Dhe jo vetëm mbi bazat amerikane, por mbi vendet fqinje. Vendi më i ekspozuar për të goditur në gjirin e Hormuzit është qyteti simbol tashmë i zhvillimit që ne e kemi, domethënë, aty, është Dubai. Dhe to vendet e qyteteve kryesore të ishuve që janë ishu shtete ose ishu pretëri, të Bahreinit, Katarit, to janë vendet ekspozuara se janë direkt në gjë. Dhe Dubai është ngjitur me aty ku bën bllokadat Irani në gjirin në kushtesën e Hormuzit. Ndaj dhe e para që u godit nga Irani
është aerodromi, pra për të shkaktuar një tronditje të madhe, goditja e aerodromit ndërkombëtar të Dubait, që pret të përcjell në ditë me mira fluturime, me mira europian, perëndimor, përmend nga gjithë bota. Pra synimi i saj ishte krijimi një tensioni, krijimi një situacioni të tillë për të krijuar humbje të shpejtë, sepse bota e zhvilluar mëson me një rënje në financat e në ekonomitë e në tregun e saj. Da edhe kemi një luatjen e menjesme të çmimeve të naftës, kemi ndryshimin menjëherë të kursit të dollarit me një rritje, për efekt sepse bëri veprime Shtetet e Bashkuara që të rritet vlera e saj dhe të rritet paraja, akoma edhe nafta, përmes veprimeve ushtarake, të kemi rritje të naftës të tregut që të mos ndihet kjo. Pra, lëvizjet, po të shohim lëvizjet ushtarake janë paralele me lëvizjet të tregut dhe të ekonomisë dhe të financës. Zoti Papa, faleminderit shumë për intervistën edhe për gjithë tuaja. Jam në dispozicion tuaj, ju falenderoj, kënaqësia ishte e imja.